Tani ta mbash me shëndet përgjegjësinë dhe tani ka ndryshuar rolet. Nderuar zoti kryeministër, nderuar zonja ministre, të nderuar kryeinspektor të Inspektoratit të Gjithë Republikës së Shqipërisë, të nderuar pjesëmarrës, kam pranuar këtë sfidë sepse ju vlerësoj maksimalisht për vizionin që ju keni. Ndoshta është e pamundur dhe pa imagjinueshme që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë, kritikuar, gjuajtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilës shtelpsor dhe nuk kam turp ta them që aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhi në rrugë, tek qeveria jote, mora kurajen, mora guximin, konkurova, dola i pari dhe vlerësohem. Dhe kjo është një diferencë dhe them tek rasti që duhet që kushdo qytetar shqiptar, demokrat, socialist apo në pikpamje të ndryshme politike, duhet besojnë në këto konkurime, të aplikojnë dhe jam i bindur që do të ketë drejtësi në fitimin atij vendi punës apo atij konkurimit të cilët bëjnë. Zoti kryeministër, unë ju garantoj sot këtu, në ditën e parë të këtij prezantimi dhe të këtij takimi që kemi bashkë me ju, që unë 3 gjëra i kam të panegociueshme dhe që do t'i vëj në zbatim. Në radhë parë do të kenë të gjithë përkushtimin e tim maksimal gjatë 24 orëve, nuk është fjala gjatë 24 orëve që them në kuptimin që fizik të punimit të 24 orëve, por telefoni im do të jetë i hapur dhe nëse do të gjehet një moment çast vetëm i mbyllur nga kryeministri i Shqipërisë, ministra Zona Ibrahime, apo kushdo kryeinspektor apo kushdo qytetar që do të bie telefoni dhe unë do të përgjigjem dhe nuk do të jem në çast i do të bie telefonet ata këtu tani do të kapin gabim. Unë e kam numrin e telefonit publik edhe e kam thënë zotë kryeministër, pra përkushtimi do të jetë maksimal dhe do të punojmë gjithë bashkë për ato detyra që ju na keni vënë, për ato detyra që na jep ligji, për ato reformë të rëndësishme për ta çuar dhe për ta përmbyllur siç tha zonja ministre në fund të vitit 2026. E dyta, ju garantoj zotë kryeministër për integritetin tim moral dhe besoj të gjithë trupës së kryeinspektorëve, të inspektorateve dhe deri tek inspektori i fundit që nuk pretendoj që gjithçka do jetë mrekullia, po do të ketë një përmirësim të dukshëm. Qysh nga ato çfarë na jep kompetencë ligji tha zonja Ibrahime, sidomos nga rekrutimi nga masa disiplinore dhe deri në masat ndëshkuese që do ketë drejtësi në kuptimin që çdo rekrutim zoti kryeministër që do jetë pranë trupës inspektuese të Shqipërisë do ta ketë shansit zero qoftë një inspektor që do të, më falni për termin, që do të paguaj apo do të shkojë te miku apo do të shkojë tek mua apo tek një person tjetër që do futet në punë nëpërmjet rishfetit. Zero. Këtë kemi në dorë ne. Kurse problematika tjera kuptohet që janë më të gjëra dhe nuk do se do të zhdukim, por do të përmirësojmë dukshëm. Drejtësi do të ketë zoti kryeministër. Drejtësi në raport nga muaji i pari me kryeinspektorët me varësitë e tyre dhe deri tek inspektori i fundit. Dhe do të krijojmë një frymë mjaft pozitive për biznesin dhe sfida që na ka vënë përballë zoti kryeministër është digitalizimi i sistemit dhe ndërtimi një sistemi dhe jo në kuturu të shkores ose çka pa shkuar më përpara, vite më përpara që është përmirësuar, po që do të përmirësohet përfundimisht tek një bizneset në pëlqimin e një fytyre të një biznesi apo të një mënyre tjetër, por në saj të indikatorëve të rrezikut, të ndërtimit të një sistemi që të parandalimit dhe në mbrojtje të interesit të lartë publik në çdo moment.
Ligji na ka përcaktuar edhe inspektimet e planifikuara, por na ka lënë dhe hapësirën e emergjencës, të çastit që në mbrojtje të interesit të fort publik të një momenti të cilët sjell dëm të madh, të rënd të interesit publik, do duhet që inspektoratet të jenë vigjilent në përmbushjet të këtij detyrimi që mos të ndodhi që të vi dëmi pastaj të interesit publik. Janë shumë gjëra që ne, zoti kryeministër, do t'i diskutojmë në çdo moment me të gjithë trupën inspektuese dhe po ju bëj me dije, zoti kryeministër, ashtu siç unë me të gjithë kërkesat të ligjit nga i parë që u rekrutova në bazë të një konkurrimi dhe të një emërimi, nga i parë deri te fundit ne do të fillojmë dhe një moment të afërm që të verifikojmë për çdo inspektor të Republikës së Shqipërisë që do duhet të jetë në pozicionin e duhur, kualifikimin e duhur dhe si në ndeshje të ligjit, pra që po themi që unë jam jurist apo një person tjetër është një profesion i caktuar, do duhet që patjetër që të vë tek mjekësia të jetë doktori, mos jetë, më falni, pa më keq kuptuar, agronomi. Pra, ai ke bimet, ai te veterinaria, do të shikojmë që të përmirësojmë dukshëm gjithçka. Dhe një herë, më falni që u zgjata shumë, por ishte një moment që do duhej të thuaj dy fjalë, por ju falenderoj për besimin, zoti kryeministër, dhe jeni sigurt që adorashi që më keni hedhur, ajo sfidë të cilët më keni vënë përpara, do ta përmbushim bashkë me të gjithë këto burra, këto gra dhe këto burra të nderuar, dhe që do ju nderojmë në fund dhe ju garantojmë që inspektimi do të jetë model ashtu siç ju përmendet për doganat, për tatimet apo institucionet e tjera, dhe ne do të jemi në nivelin e tyre dhe për këtë ju japim pa e tepruar, po flasi burr, fjalën e nderit. Shumë faleminderit. Dua të shtoj një komponent që besoj do jetë vlerë në këtë përpjekje për këtë fazë të dytë të reformës, që është bashkëpunimi me universitetet. Ne kemi pas një eksperiencë pozitive fillestare me Universitetin Bujqësor për të testuar të gjithë inspektorët e AKU-s. Dhe besoj që do jetë shumë e rëndësishme për të nesërmen që nga pozitat e kryeinspektorit përgjithshëm të bëhen marrëveshje me universitetet lidhur me atë që the pak më përpara, që profesionalizmi të garantohet sipas çdo fushë. Jo një që ka mbaruar agronomi të bëjë inspektimin për një fushë që s'është e tija apo e anasjellta. Dhe vendosja në një kalendar e trajnimeve dhe certifikimeve në mënyrë të përvitshme, e shoqëruar me një sistem bonusesh financiare për të vlerësuar ata që janë më të mirët, do jetë vërtet një shtyse e mirë, por do jetë dhe një garanci. Do jetë një garanci për të testuar përmbajtjen e burimeve njerëzore të inspektoriateve dhe për karrierën e gjithë secilit. Dhe tjetra që dua të shtoj, pavarësisht se shumë kush mund të rrudhi buzët apo mund të gjej edhe këtu rastin për të përqeshur e për të zgërdhir, është motamo ajo që tha kryeinspektori, sepse ne patëm i takim, edhe ajo që u shtrua nga zoti Sula ishte dua një sfidë dhe dua të më sfidosh dhe të të sfidoj. Okej. Edhe unë i thash, fillohe,
nga konkursi për kryeinspektorin përgjithshëm. Por jam I sigurt që kush realisht beson tek vetja dhe tek mundësia e një karriere, çdo dyshim, çdo paragjykim duhet ta vërë në provë dhe për mua është themelore që rekrutimi në gjitha nivelet, por inspektorëve të jetë totalisht I garantuar për çdo pavarësisht se nga vjen qoftë përgatësi politike, qoftë krajinore, qoftë status social, qoftë. Kjo është shumë e rëndësishme. Nuk mund të jetë ndryshe nëse duam të kapim të gjitha ato standarde që janë domosdoshmëri për të ndërsuar në Bashkimin Evropian. Juve këtu nga trupa juaj, në rastin konkret nga AKU-ja dhe nga ato 2-3 inspektoratet e tjera që do t'i bashkohen, që do të krijojnë sinergjinë, se do ketë dhe grupime të inspektorateve për të pas sinergji, varet një nga komponentët kryesorë të antarësimit që është siguria ushqimore. Dhe e dim shumë mirë nga historia e integrimeve, të gjitha vendet kanë hequr të zitë e ullirit me sigurinë ushqimore. Bullgarisë I ka mbetur për një kohë gjatë pezu procesi për shkak të sigurisë ushqimore. Kroacia ka bërë një punë titanike për sigurinë ushqimore. Kështu që nuk është vetëm inspektimi, por inspektimi është kyç. Pra, besoj që jemi të qartë dhe kjo është rruga. Dhe unë dua t'i uroj edhe një herë suksese zotit Sula në këtë detyrë e cila është thelbësore për klimën e biznesit dhe për bizneset. Inspektorati I përgjithshëm do të ketë gjithashtu në menaxhim sistemin e ri që neve sapo kemi përfunduar në bashkëpunim me Action të gjobave, I cili do të përmbledh të gjitha gjobat që lëshohen nga gjithë institucionet publike, qoftë për bizneset ashtu dhe për qytetarët. Është një input shumë I rëndësishëm që do t'i vi sistemit të përgjithshëm të inspektimeve, pasi në bazë edhe të penaliteteve dhe të sjelljes do të vendoset, pra ky do të jetë element thelbësor në vendosjen nëse do të shkohet apo nuk do të shkohet për respektim në një subjekt të caktuar. Elementi I dytë që dua të theksoj, që është në fakt arsyeja kryesore pse unë kam kaq për zemër këtë reformë, është dhe transparenca. Në fund të vitit, pra në përfundim të gjithë këtij procesi, çdo biznes I cili regjistrohet në Republikën e Shqipërisë, I cili kryen një veprim në qendrën kombëtare të biznesit, në momentin që bashkëvepron me regjistrin, do të informohet mbi çdo detyrim që do të ketë biznesi në drejtim të legjislacionit shqiptar, do të informohet mbi çdo inspektorat që do të mund të shkojë në zbatim të legjislacionit dhe gjithashtu se cilat do të jenë penalitetet në rast shkelje të një apo një tjetër mospërmbushje ligjore. Unë them që kjo, bashkë me gjithë reformimin e sistemit inspektime dhe me gjithë elementet që ne përmendëm më parë, e përmbyll kornizën e reformës dhe është ajo që I duhet marrëdhënie son të re me biznesin, e cila jam e bindur që në vitin 2027 do të hyjë në një shkallë tjetër dhe në sinergji me gjithë politikat që ne kemi ndërmarrë, do të përmirësohet dhe do t'i lejojë Shqipërisë që të mbështesë bizneset të cilat janë konkurruese, të cilat janë produktive dhe do të na ndihmojë të kemi një marrëdhënie të qartë, të pastër, transparente, të drejtë dhe konkurruese me biznesin. Faleminderit.